Përmes faqes zyrtare të klubit në Facebook, tashmë nën kontrollin e tifozëve, shfercirat janë drejtuar pronarit Jasin Konjali, duke e cilësuar situatën si të papranueshme dhe të paqëndrueshme. Sipas tyre, klubi nuk mund të funksionojë më në kushtet e pasigurisë dhe mungesës së përgjegjësisë, duke theksuar se FC Shkupi është një vlerë e përbashkët e komunitetit sportiv dhe jo pronë personale. Tifozët kërkojnë dorëzimin e menjëhershëm të klubit, duke respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe administrative. Ata falenderojnë stafin teknik dhe lojtarët vendas, të cilët kanë vazhduar punën pa paga dhe pa siguri gjatë muajve të fundit. Shfercerat kanë vendosur një ultimatum. Pronari duhet të paraqitet personalisht, të transferojë klubin në emër të tifozëve dhe të largohet përfundimisht nga çdo rol në FC Shkupi. Sipas grupit, ky hap është i nevojshëm për rikthimin e stabilitetit dhe besimit në klub. Kujtojmë se FC Shkupi në pjesën vjeshtore të kampionatit nga 16 të zhvilluar ka regjistruar 15 disfata dhe vetëm një barazim me 12 gola të shënuar dhe 48 të pranuar dhe vetëm një pikë të fituar.